Selam aleikum, përshëndetje, motër Iqbale. Aleikum selam, zotëri bashkimi, mirë se erdhët vëlla bashkim si Mirë se, mirë se ju gjeta. Oj motër, unë kam do pyetje rreth do argumentat e cilat unë nuk I kuptoj, edhe edhe mendoj se inshallah do të na sqaron ti pak më mirë. do mundohem, çka dim, Sepse men mashallah. Ka dalë vesh ti gjoj inshallah. Te Imam Rida ka thënë ashtu, imami është I pagabueshëm dhe nuk gabon kur. Burimi ajon akbar al-ridda. Vëllimi është një faqe 220. Çka do të thënë kjo? Shiko, pagabueshëm për me qenë, du të me qenë shumë I vetëdijshëm. Do me thonë, kur është martu Imam Alia, alayhi selam, paqja qoftë mbi ta me Hazreti Fatimen, alayha selam, paqja qoftë mbi ta, ta kanë qenë dy geniusa. Dy njerëz të pastër prej mëkateve që Zoti në surën Ahzab 33, ajeti 33 ka thënë innema yuridu Allahe li yudhhiba aleikum ar-rijsa ahlul bejt wa yutahirukum tatira. Thot me të vërtet, Allahu dëshiron nga ju, o familja ehli bejt, familja e profetit, t'ju pastroj, t'ju mbaj larg, dikush e përkthen, t'ju mbaj larg nga mëkatet. Që do me thonë, ti po pyet pse janë të pagabueshëm. Të pagabueshëm e ke pa një fëmijë I vogël, më falni, e çon dorën te pampersi. Edhe prej pampersit e qet ngoj. Pse? Nuk ka vedije. Por një person, nëse qet gotën me çaj, vjen një zogë dhe e qet një glas të vetën. A e mundi unë këto, a e pi? Jo. Po çka bëj? Unë këto e gjuj, edhe bile e pastroj mirë, e laj mirë se gërditëm me qitë çajin tjetër. Pra, imamët kanë qenë aq shumë me vedije IQ të madhe, sa që edhe aq shumë e kanë pas frikën te Allahu, jo frikën që po I dënon, po frikën mos po I hidhrojnë Zotin, se te na e kemi fut atë frikën me adhuru Zotin me frikë, jo, me hidhru Zotin me dashuri. Prandaj, imamët aq shumë e kanë pas atë drojën prej Zotit, sa që kur nuk kanë gabu. Nisoj si kurse Jusufi a.s. Jusufi a.s. I ka ardhë bukuroshja më e madhe parasysh. Por çka ka bëj? Ai ka hik sepse ka ditë që ato çka ja adhuron ka me hidhru. Edhe çka ndodhi me Jusufin. Prandaj, edhe imamët, aq shumë kanë qenë të vetëdijshëm, kanë ditë çka ka me ndodh, prandaj edhe nuk kanë gabu. Ata ndoshta kanë mund me gabu që të kimik u desh me lanë qatë vend, po I ka lanë me një vend tjetër. Po kjo bile, ky hadith është I vërtet, nuk kanë gabu edhe nga aspekti mëkateve. Një mëkat, gjejeni ju që ka bo Imam Aliu. Asnjë s'keni me mund me gjetë. Një tregim për me ta tregu se sa të pagabueshëm, edhe sa të vetëdijshëm, edhe sa evlija kanë qenë imamët, edhe na sot mundemi me qenë evlija, pa pik problemi, por duhet një mënyrë, një metodë si me pastru shpirtin, zemrën. Prandaj, veliullah, do me thonë për Imam Aliun, veliullah, evlijaullah, është evlija, njeri shumë I afërt I Allahut, po jo pejgamber. Edhe Imam Ridaja, ka thënë për krejt imamët, 12 imamët që ata janë të pagabueshëm, që një tregim. Në kohën e Imam Rizas, Imam Ali Ridha, I thojnë në gjuhën arabe, a.s. ka mbretëru një mbret, emrin e ka pas prej Umajatëve, apo Abasitëve, më falni nëse gaboj, se kanë qenë 3 perandëri. Umajadët, Abasitët dhe Emevitët. Prej Emevitëve ky ka qenë. Dhe ky mbreti ka qenë zullumçar. Edhe një ditë
imami po hec ka ona e djathtë e rrugës. Por po e shih përballë, po vinja 2-3 djemë të ri, 14-15 vjeç ashtu, po vrapojnë, po hikin prej ushtarëve të atij mbretit, Memunit, halife Memunit. Edhe imami e sheh. Imami e sheh situatën, e sheh këta djemë të ri, po largohen, po hikin, sepse kanë mi marrë për pak gabim, kanë mi myte, kanë mi maltretue, ku ta di çka kanë mi bë. Edhe imami, për mos me rrejt, se normal gjithmonë ata e kanë thënë të vërtetën, kur s'kan gabu, edhe çka bon imami, e din që kanë me ardhur ushtarët, kanë me pyet, ky vetëm del anën tjetër të rrugës. Edhe i thënë ushtarët, ja imam Rida, tha, a kalun kënena ja 2-3 fëmijë që shu djemë të ri, mos kanë vapu t'u hik. E thot, ja, vallahi, thot, derisa jam këtë anën e majt, këtë anë të rrugës, tha, unë s'kum pa kur gjë. A ka rrejt imami këtu? Jo, nuk ka rrejt. A ka gabu këtu imami? Jo, nuk ka gabu. Sepse të kish lejt anën e djathtë, ajo desht me thonë të vërtetën. Por ky ndoli me njëherë në anën e majt, edhe nuk e tha të vërtetën për me shpëtu një fëmijë i cili është jo i moshritur, adelishen. Prandaj, kjo është e vërtetume që kur s'kan gabu. Imam. Motër, për Zotin, unë falë që të pengoj, më në kërkej falje për pengimin, por se adin nëse ka mundësi, unë thash, nëse ka mundësi, kam do pyetje për do argumenta, nëse pranon mirë që jo, unë nuk të pengoj, për Zotin. Por se shkurt, gjënisht, nëse ka mundësi mirë që jo, ka mundësi në më në të folurit, nuk është problem. Atëra, ata vazhdoj me pyetje, a ka mundësi? Po vazhdoj. Atëre, vazhdojmë ashtu. Telefoni s'ka zënë. Te Imam Sadiq ka thënë, imami ynë e din se çfarë ka qenë edhe çfarë do të jetë, do të ndodhet. Po. Ky hadith gjindet te Burimi el-Kafi, vëllimi 1 faqe 261. Po. Këto i thënë janë profetësi. Profetësia e profetit Muhammed veç ka arrit. Shumë herë, që ka thonë deri tash profeti Muhammed, ka arrit profetësia. Do më thonë evliallëku. Hysejn, qushke ky Nasri, jo Hysejn Nasri, ky një prej Indisa, Pakistanit, qysh ishte ai Imran Husejni. Imran Husejni para 15 vjetëve ka thonë për situatën e sotshme që po ndodh në Izrael. Faleminderit Adrian. Për situatën e sotshme. Edhe nuk është imam, as nuk është pejgamber, po është vetëm dietar. Sepse ti kur je dietar i madh, edhe ke pastërtinë e brendshme të shpirti. Ti ndoshta e sheh një plak që atje është të punu tokën me lakna po mledha, lakna është të mjell. Por ai një fjalë ty me ta thonë, ti e kupton që është evlia. Evliat gjithmonë kanë ekzistu edhe kanë me ekzistu deri në ditë kiametit. Evlia, mundi me thonë për disa çështje, gjyshi jem që ka thonë, për mu është evlia. Një pjesë e evlias. Por evliat e vërtet nuk kanë qibër, nuk kanë mendjemasi, janë thjesht edhe nuk tregojnë evliallëkun e tyre. Në momentin kur e tregojnë, ata zhduken, humbin. Prandaj, edhe Imam Bakiri që thonë, ata imamët i kanë ditë të ardhmen, sikurse që e din shumë njerëz sot e din të ardhmen. Unë mendoj se unë kam respekt për emisiona edhe të juaj, edhe në qoftë se unë jam sunna, por se nëse kije mundësi, Suratul Luqman, ajeti 34, me na recitu. Që veç pak ta gjaj unë këtu Surja Luqman. Po? E këtu. Se i kam këtu në telefon. Po.
Sepse këtu hadithi thet për domethënë për kiametin. Imami ynë e din çfarë ka qenë edhe çfarë do të ndodhet. Domethënë për kiametin. Cili është ai hadith? El-Kafi volumi 1, fasha 261. Aha, edhe kiameti. Po këtu thëtë edhe për kiametin. Imami ynë e dine, subhanallah, çka ka qenë, domethënë para mos me qenë edhe njerëzimi, edhe kur do të bëhet kiameti. Shiko, një hadith, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, thot, një hadith që nuk përkon me Kur'anin, nuk përkon, nuk i ngjason, nuk ka argument. Për shembull, hadithi thot gruaja është e krijuar prej brinjes së Ademit. Në Kur'an nuk përmendet birri thënë arabisht. Nuk përmendet brinja. Ky hadith thot unë nuk e kam thënë, mos e mend për bazë. Për mendimin tim, që ky hadith nuk ka bazë, sepse ditën sahabët, minutin e kiametit e din vetëm Allahu. Për mendimin tim, edhe dietarëve tjerë, ky hadith nuk mirret për bazë. Bihar al-Anwar të vëllimi 52 faqen 235. Kur të ngrihen, do të ngrihen në kiamet. Ka thënë Imam Bekiri. Atëherë, ky hadith thet, sepse është hadithi më përpara. Domethënë, kur të ka përcjell të gjitha familja e profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu do ta merr diturin. Edhe s'ka ma diturin. Kur të gjitha imamet të shitave do të vdesin, Allahu do ta ngrinë edhe diturin, edhe do të vdesin të gjitha. Do të bëhet kiameti. Shiko, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kjo është ajeti kuranor që thot Zoti mos kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Një, e dyta, do më thënë, kur është pyet profeti, kush është ai litari i Allahut, thot ajo është Kurani dhe familja ime, Ehli Bejti, prandaj ka shumë versete kuranore të cilat e shpjegojnë se kush është Ehli Bejti. Qoftë në surën Insan, kur ata i ushqejnë, thot na nuk ushqejmë fukarat të dvarfrit e tjera, përveç për me ju me na falendëru neve, po këto e bëjmë për Zotin. Është surja tjetër, Zoti i ka pastru familjen e pejgamberit, kështu që këtu nuk nëmërohet veç familja e pejgamberit, po komplet 12 imamat, na i kemi hadithet sahih, që janë prej muslimit që i tregon që 12 imamat kanë me ardhur. Edhe këta imamat e kanë një epitet më të madh se sa shokët e profetit. Pra imamat janë të veçantë, këto duhet me pranu, sepse i ka përmend Zoti, edhe unë t'i gjoj tash hadithet prej Sahihul Buhariut dhe Muslimit. Hadithet janë sakta që Zoti ka thënë, pejgamberi ka thënë, kush vdes pa e njoft imamin e kohës vet, ka vdek si në kohën e ignorancës, gjahiljetit, para islamit. Qashtu ka me vdek. Prandaj na, kur e ka pyet Hazreti Fatimja, o baba jem, kush është imami jem? Thot imami jot është Aliu. Aliu është baba, koka e krejt imamve. E tash, këto hadithe, nëse ti hin, jo vetëm një hadith tek e tuk me marë, po në qofse him na këto hadithe, me i studiu mirë, kadal, çka ka thënë ka thënë dikush u ka përput, dikush s'u ka përput, por ati kime pa që vlerën e imamve. Por unë edhe bashkimi, na po i bim vetëm sipërfaqësisht. Edhe nuk gabojmë. Pse nuk gabojmë? Sepse pejgamberi po na thot, një hadith çka nuk përputhet me Kuranin, mos e merrni ato. E tash dikush thotë Ehli Suneti, thot,
si pranon hadithet je e devijuar ke dalë për fes. Jo, unë e Kur'anin duhet me pranu. A jo çdo njonin hadith. Se ka plot hadithe që janë pastërta, të mira, logjikshme, të vërtetume, mutevatirin, zinxhirin. Ama ka hadithe që të degenerojnë kry, qatë shumë e poshtrojnë femrën, ti sta merr mendja. Thot gruaja u ka kriju prej brinjes. Mos u mundoni me drejtu sepse keni me thy, që sa e keqe është gruaja. E s'ka ajet kuranor, e valla s'po du me pranu këtë hadithin. Plus, kush e thot këtë hadithin? Ka e kanë marrë këtë hadithin? E kanë marrë prej Biblës. Shko këqyre në Bibël pyte, si është kriju Eva, a e të kallzon. Eva u kriju prej brinjes Ademit. Gjamatin Kurana ka prej brinjes Ademit? Jo. Kënena Kurani thot, unë e krijova tokën, qiellin, hanën për 6 ditë, hadithi thot për 7 ditë. Çka u bë kjo? Loj u bë? Jo. Prandaj, na si përfaqësisht, se kjo nuk është një platon, një platform akademike TikToku, po na me qatë ditënin tonë, cek që kemi, me qato na mjafton neve me ditë që imamët janë përmend në Kuran, bile, në Kuran, janë cek me cilat ajete që shtek, janë përmend në hadithet të cilat janë edhe prej shiave, prej dietarëve shia edhe prej sunive. Ati pak ma përpare tha, e pys edhe ata bujarin edhe mu. Edhe unë veç që tanë do me ta të regu se unë jam vetëm muslimane, edhe pasoj e hlibetin, ndërka që doktrinën sunni shia, i kam vetëm për orientim. I respektoj dietarët sunni, i respektoj dietarët shia. Sepse pa librat e tyre, pa Sahihul Buhari, pa Muslimin, pa Kafion, pa historiografin që ka shkruajt shia, historiografin që ka shkruajt sunnit, në sundimin e mbretërve, pa këto mësime, unë e pa i pas 2 gota me ujë, nuk mundi me dallu cila është më e mirë, cila nuk ka aromë, cila është më e pastër. Kështu që neve si musliman, edhe juve bashkimin, edhe mua, neve na mjafton me qenë musliman, me dasht e hlibetin edhe me pasu e hlibetin, respekt për sunit edhe për shiat, për dietarët, sidomos sunni edhe shia, sepse pa këta 2 dietarë na s'mundemi me gjetë rrugën e drejtë. Motër, Kur jo dhe në shtrim, ka thonë edhe pik, jo. Neve Zoti na ka dhënë mendjen, me dallu. Dhe në kohën e profetit nuk ka pas as shia as sunni, po në Kuran ka pas shiatul Musa edhe shiatul Ibrahim është përmend. Do me thënë shia është pasues, po flas për 130 veta që jemi këtu. Pasues pra që e pasojnë diçka, e pasojnë ehlibetin. E në kohën e profetit nuk ka pas shia, por ka pas, para se me ndru jetë profeti, ka thënë, ja Ali, sallallahu alaihi, për profetin Muhammed, thot, ja Ali, thot, pas meje do të kesh shiatul Ali, pasuesit e tu, shia, do me thonë pasuesit e tu. Dhe në luftën e Sifinit, kur është bo një gjakderdhje shumë e madhe, po thuaj se 20 vjet pas profetit Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, atëherë aty ku janë vra 70.000 ushtar, 45.000 prej anës Muavijut, 25.000 prej anës Alijut, aty janë nda shiatul Muavi edhe shiatul Ali. Se këtu pra është bo ndamja e shiave. Kjo fjala si shia. Por këtu kanë qenë grupacione. Po mandej me atë mbretin Sasanitve, Motër Iqbale. Ka ndihmu shumë edhe ka kriju doktrina. Në 200 vjet mas profetit është kriju doktrina sunnite, që është Ebu Hanifja, ky Hanefi, Maliki, Shafi, Hambeli. Do më thënë 200 vjet mas profetit është kriju tash doktrina sunnite. Ndërka që doktrina shiite, e shiave të ehlibetit, të Alijut, nuk është ndalë, po është zhvillu vetëm të imam Gjafere Sadiku, imami 6.
Që do me thonë, për me rumbullaksu, te imami 6 është bo një plasaritje, kanë dalë 4 mezhebe. Të gjitha këto 4 mezhebe e kanë pas profesor doktor, erudit, shkencëtar, e kanë pas Imam Xhafer Sadikun. Vete Ebu Hanifja thot, po mos të kishëm mësu, thot unë 1 vjet, 2 vjet që kam mësu te ky Imam Xhafer Sadiku, tha unë kur gjës kishëm dit. Pra Ebu Hanifja gjithaj themelusi i një mezhebi. Kështu që ta duhet me ditë se ehli sunne nuk ekziston kërkon në Kur'an. Ehli kitab ekziston. Pasusit e librit janë krishterët, sabejt edhe jahudit. Ehli bejt ekziston edhe ehli dhikër. Ehli dhikër janë pronart. Ehli do me thonë pronart e dhikrit, që e kanë përmend gjithmonë dietarët, që e kanë përmend dijet e Allahut. Kush ka qenë ma dietar se Imam Aliu? Kush ka qenë ma dietar se Imam Hussein, Imam Hasani, Imam Muhammed Bakir, Imam i 5, baba i Muhammed Xhafer Sadikut, ka themelu shkollat shkencore, fetare, ka themelu sa i bjerë, 600 vjetë. Kjo është Surja Maida 81, thot kështu, si kur ata të besonin Allahun, pejgamberin, dhe atë që ju është shpallur atij, nuk do të kishin marrë ata për miq, por shumë prej tyre janë njerëz të prishur. Ky ajet, do më thonë, flet për dallimin në mes të besimtarve, sepse ka një grupi jahudive, për shembull, i ka thonë profetit, na kemi besu, na jemi musliman, thot. Jo, na jemi besimtar, rajna, kemi besu. Profeti i thot, Zoti i thot profetit, thuj këtyve që këta janë musliman, nuk janë besimtar. Që do me thonë, e ka dallu Zoti në Kur'an besimtarin edhe muslimanin. Sikur që jemi na në Kosovë. Kosovë jemi me qindra musliman, me mija, me 95% që jemi musliman në Kosovë. Por besimtar janë shumë pakica. Prandaj ky ajet për mendimin tem, ky flet sot besoni Allahun, me besu Allahut edhe pejgamberin dhe atë që e shpallur atij edhe Kur'anin. Nuk do të marr atë për miq, ata për miq, por shumë prej tyre janë njerëz të prishur. Ky ajet do të më thënë ngjarje ndodhina, po shumë e kuptueshëm. A keni më na tregu ju diçka tjetër? Oj motër, a ka mundësi edhe suratul Ali Imran për Zotin ma bën Allah? Se atin kur unë nuk dua atin që me të morë shumë kohë, 2 ajeta me na lezu këtu, 31 edhe 32. A ka mundësi? Që Ali Imran 31, 32. Po. Kjo thot kështu, thua jo Muhammed, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua që t'ju doj Allahu dhe t'ju falë mëkatet, se Allahu është falës dhe mëshirues. Thuaj, bindjuni Allahut dhe të dërguarit. E nëse ata ta kthejnë shpinën, atër Allahu nuk i do mohuesit. Shumë e qartë kjo. A ka mundësi ju bind Allahut edhe ju bind profetit. Edhe qëre, a ka mundësi për Zotin edhe suratul Maida 57 për Zotin motra jam? Sa din bisedojmë është mirë. 57, Maida 57. Thot dhe ky thot në gjuhën shqipe, o ju që besuat, mos i merrni për miq ata që fen tuaj e marrin për tallje dhe loj. Qofshin prej atyre që ju është dhënë libri para jush, ose prej jo besimtarve, dhe kini frikë Allahut nëse jeni besimtar. Prap ky ajeti për mendimin tem i drejtohet besimtarve dhe i paralajmëron që mos krijojnë miqësi me njerëzit që bëjnë hajgare me fe. Kjo është për këto rrjete sociale, unë i kom thënë, i kom këshillu vllaznit e tonë motrat, me njëherë si të hinin në për TikToka ku ju shohët Allahu
delni prej aty. Ku ju Po, nuk- shohët profeti Muhammed, delni prej aty. Kjo është më shumë për ata, veç pak ta uli ma poshtë, mirë po, në këta jetë, unë sa e di, bashkë kemi pas në medrese, kemi mësu, ka qenë një grup i jahudive të cilët janë tallë me Allahun edhe me profetin Muhammed, edhe kështu Zoti i ka thënë mos u shoqënoni me ata. Po, miq, mos i zeni mik. Po unë çka do të thonë e kom një koishi këtu gjithmonë, jo që tallët, po edhe ma shanë Zotin. Po unë ato nuk e kom mik, por nuk do me thënë që une tash mu bo armik me ta, edhe mi bo keq ati, sepse une jom shembull i gjdo njerëzimit. Une që edhe ti që kemi pranu fjallën e Zotit, na duhet më konë shembull, na duhet me dit që shu ka sjell pejgamberi edhe me kojshin e vetë që ka pas jahudi. E tash, okej, Allah i ka thonë, o ju që besuat, mos i merrni për miq. Mos i merrni për miq ata që tallën. Unë e kom një krishter. Një krishter e kom këtu. Edhe ai është i krishter, apo kupton? Është i krishter, për shembull me marr një koishi. Po ai ma respekton fen teme. Kur nuk ma ka shajt Zotin. Po tjetri është musliman, veç me emër. Edhe ai mu ma shan Zotin, hajde thot islamofob është. Qështu veç emrin e ka Hasan Hussein, po s'ka lidhje me fen. O namaz, s'ka mi bo, ajo është krijesë e Zotit, mu Zoti ma ka qu ata. Mu ma ka qu çdo sabah, si ta qeli dritaren, aj me m'pengu mu. Edhe me mshaj, me ma sha shamin, ma kanë sha, e tjera. Prandaj, këtu thot Zoti, mos i merr për miq, nuk thot që kapi shpata, që myte, që bane. Jo, është një rast, djali, një djal e pranon fen islamin, kohën e profetit. Edhe kjo rrëfimi është shumë interesant, 110 veta në ta dëgjojnë. Dhe djali fillon me fal namaz, fillon shumë u bo ma i sjellshëm se sa kur ka qenë i dhujtar. Dhe tash, nana e vet, jo bashkëplak, edhe shkon ajo çka bën, që të vendin se gjadën ku fal namaz, më fal një shprehje, ja urinon. Ky djali e merre lan ato, e qet e tërë, prap shkon fal namaz. Mas namazit e merre do nënën e vet, o nona jeme, o shpirti jem, syni jot, ajni, thot, ajni jem, syni jem është syni jot është syni jem, ti mu m'ke kriju, nëna ema, po dën pak uj, e kur bjerë me flet, e mlon, e sen, nona vet ta në kohën të i bo keq, i merë që arapkat e kanë adet edhe për mirë edhe për keq, i qesin flokët për para edhe i sjellin kështu. Kjo është adeti i para islamit. Në islam, Zoti ka thënë mi mshel flokët femrat. Edhe, çka bën kjo, ai tamam Allahu e këber nëna veti del për para, kjo i mshel syt. Thot, prit be thot unë këtu, thot, gjithë këto të këshia po t'i bëj, kush është ka të mëson ty qështu, shpejt me mëqu taj mësusi jo. Kur e qënë të mësusi i vet, që është profeti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, a i thot, o, ku je nona ma e mirë, qfar edukat mirë i ke dhënë këti djali, po sa i ndëgjushëm, po sa i menqëm, apo mos po të bon naj problem ty, thot në shpi. Thot, më kallëzo mu, tha se unë jam mësusi njerëzimit. Ajo thot nona vetë, thot, a ti koke qaj personi që po ma mëson djalin tem, që ka që sabër me bo, që ka që të këqia jam t'ja bo djali tem e ky, veç mirë po sillet me mu, thot po oj non, thot, nëse Allah i neve në Kur'an na ka thonë, mas besimit në Zot, numër 2, është respekti ndaj prindërve, sure Lukman ajeti 10. Numër 2, është respekti ndaj prindërve, nëse ky djali jo ty nuk të respekton, nuk bën me fal as namaz, s'ka nevojë me fal namazin. Çka bëhet kjo nona thot? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Një non shumë e deviju me kalon në islam, jo prej namazit djalit, jo prej namazit, jo prej adhurimit, po prej tërbijes mirë, prej sjelljes mirë. E çka i bëjmë na nëse ishim sjell me këta njerëzit e këqij që po thot ky ajeti kuranor, o ju që besuat, mos i merrni për miq
ata që fenë tuaj e marrin për tallje dhe lojë. Qofshin, jo faleminderit zemër. Të tallën dhe luaj me fenë tuaj. Po, qofshin prej atyre që ju është dhënë libri. Prej atyre që është edhe në libri para jush, apo prej jo besimtarëve, frikësini Allahut. Frikë Allahut nëse jeni besimtar. Pse po thot Allahu, po thot? Kini frikë nëse jeni besimtar. Që do me thënë nalt po thot, mos u bën mik me ata. Se ti, që na, unë dhe bashkimi, jemi besimtar. Por ky tjetri vllai jem, vllai shtëpis, është bë mik me dushmanin tem. Tash, miku i dushmanit tem është dushmani jem. Do me thënë, ky vllai jem po më maltreton mu edhe bashkimin. Po na shan fin ton, vllai jem, që tu në dhonë, pse ai po bëhet mik me ata që po na shajnë librin. Prandaj, çka metet bashkimi edhe ikballja? Bashkimi edhe ikballja metet sabër me bë, me rrit besimin, edhe me këshyr njëherë qatë vllajin ton me rregullu, jo të shajt, e këshillu, as nuk duhet këshill, po duhet vetëm vepër. Urno vllavjem, ulu, aje lo, ata qes një kafe, aje ta boj, ajo na, me njëherë si të ma shajnë zotin, si të ma shajnë shamin, na këshyrim si ujë që mi hangë. Dëshira e zotit o bashkë, mundet nesër zotin me ta që djalin pa besimtar. Me thënë jo, sigurisht, inshallah Allah mos na bën gati. Që zotin tonë s'po ta du. Atëherë kush është gabim këtu? Unë jam gabim, sepse unë e zotin tem se kom prezentu mirë. Baba, nëna është gabim, djali ta shanë zotin. Atëherë, a ka ndonjë njerëz të cilët quhen musliman, edhe i thujnë vetit musliman, por se e kanë ndru ezanin, sikur që është ezani në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Abu Bekrit, Omerit, Osmanit, edhe Aliut, Hasanit, Husenit, edhe njerëz të drejta të cilët gjenerat mas gjeneratit deri kur ka mbri, domethënë risia. Ezani që është ashhadu anna Muhammed Rasul, ashhadu anna Muhammed Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. A ka ndonjë njerëz, tash shtojmë na pyetjen, a ka ndonjë njerëz të cilët kanë shtu mas këtij, kanë shtu edhe diçka më shumë? A kemi njerëz po apo jo? Po, ezani, bazamenti i ezanit është Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu en Muhammeden Rasulullah, eshhedu en Muhammeden Rasulullah, mande vin tjera. Në fillim, sabër, haja Allah, khajri lamen. Eja një në punë të mira, ka qenë kjo në ezan, sot nuk është. Kush e ka hek këto? E ka hek o Khalifja i tret Omeri. Në namazin, në ezonin, në kohën e Khalifes Omer, sa i ka bo shumë ndryshime, ka ardhë, ka qenë të flejt Omeri, Khalifja Omer, ka qenë të flejt, edhe vjen shërptori ti, i thot, as-salatu khairun minan naum. Namazi është maj mirë se sa gjumi, o Omer, ngritu. Kjo s'ka qenë në ezanin e profetit Muhammed. Por, Omeri ka thonë, thot Samir t'i ngroj që kjo. Edhe Omeri këtë e futi sot që thirët ezani. Hajala, khajri lamel. Jo, më falni. As-salatu khajru minan naum. Në sabah, sot kjo që thirët për shkak Omerit. Jo për shkak profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. E treta, do me thënë e ka ndryshu, hajala khajri lamel, e ka hek, e janë në punë të mira, njerëzit i kanë lënë punën, edhe kanë shku namaz, Omeri e ka hek. Shyrë ne vërtetohuni, mos të një ikbalja po thot. Shkruje dikund, vërtetoju, hajala khajri lamel, kush e ka hek për ezanit. E dyta, kush e ka shtu në ezan, as-salatu khajrum minan naum, sot që këndohet sabah, namazit, dhe kush e ka shtu në ezan
ashhadu anna aliyan waliullah. Dhe vërtetoj, kjo vjen mas profetit Muhammed. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna aliyan waliullah, ashhadu anna aliyan waliullah. Do me thonë, kjo Muavija ka urdhënu 20 vjet. Halife, ai 8 vjet ka qenë halife, po 20 vjet mas Muavis, deli te Omer Abdulazizi, një prej halifeve që shumë e ka dasht Ehli Bejtin, shumë vonë prej halifeve dvonshme, deri atëherë, Imam Alia u ka shajt, u ka fy, u ka poshtru me fjalët më të këqija. Muavija e ka bo obligim në hutben e gjumos me pas fjalë të këqija për Imam Alin. Kur vjen Omer ibn Abdulazizi, si halife e radhës, a i thot bolma, s'keni me shajt Alin, as në për hutbe, as në për kudo. Qoftë, mirë po, kur u vendos kjo ashhadu anna aliyan waliullah, kur nisi Muaviju me shajt Alijun, për murujt ai autoriteti Imam Aliut, atëherë këta shijat e Alijut, jo shijat e Muavijut, shijat e Muavijut e kanë shajt, e kanë poshtru, shijat e Alijut e kanë ngrit emrin e Imam Aliut, edhe në zon e kanë shtu ashhadu anna aliyan waliullah, nisoj sikurse Omeri që ka shtu as-salatu khairu minan naum, edhe nisoj sikurse Omeri që she ka hek haja Allah, khajri lamen, e janë në punë të mira. Që kjo është përgjigje? Oj motër, sabër, qëndro këtu. Për Zotin. Çka mendon për hadithin i cili ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wa sharrul umuri muhdathatuha. Ka thënë inna azdaka al-hadithul kalam Allah. Fjala më e drejtë është fjala e Zotit. Wa khayra al-hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi është udhëzimi i profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Çdo punë e re në fe është risi. Wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathati fi dinillahi bid'a. Edhe çdo puna e re në këtë fe, në dinin e Zotit është bidat. Wa kull bidatin dalala. Edhe çdo bidat, çdo risi e çon njeriu në humbje. Wa kull dalalatin fi an-nar wa ba'd wa jara Allahu lana wa iyyakum min an-nar. Edhe çdo humbje, domethënë qoftë e madh apo qoftë e vogël, e çon njeriu në xhehenem. Një pyetje është për bidatin. Ti në fenë islamit kemi risi ahsen, edhe ka bidatu dalale. Do më thënë, risia që është e mirë, diçka e mirë, e këndojmë ditëlindja e profetit Muhammed, kur nuk u ka bo profeti, se ka bo ditëlindjen e vetë, por sot unë e kesh tash në Irak, te vllaznit e tonë sunni në Sulejmanie, tarikat bile ishin disa ishin tarikat kaderima shumë, edhe çfarë manifestimi të bukur kanë bërë për ditëlindjen e profetit Muhammed, unë jam fascionu për profecinë e tjera. Do me thënë, kjo është bidati ahsen. Do me thënë, bidati mirë. Nuk ka vetëm bidat edhe mos e bën. Bidati i keq është që të largohet nga Kurani dhe largohet nga Kurani, bas. E tash, krejt bidatet e këqija që janë kundërshtim me besimin islam, ato nuk pranohen. Për shembull, na kemi bidat edhe taravi namazin, që e ka qitë Omeri. Omeri nuk ka falë profeti Muhammed kur taravi namaz. As e Bubekri. Por kur s'ka falë profeti taravi? Kur? Hajde, më faluni, e kini të kanali jem, në YouTube, i Gbal Hoduti, bën ma një subscribe,
Aty e keni të kanaljem Taravian, a i ka falë Omeri. Po, Omeri e ka bo një bidat. Por, si mas juve, si mas ehli sunetit, sunizmive, se ehli sunet e ka vendos Muavija këtë emër, pra është për juve është bidat i mirë, sepse njerëzit krejt po shkojnë xhami, mas i po ajnë buk po falen. Mirë po, nëse une nuk e shoh bidat mirë, edhe plus e kom të vërtetume prej profetit Muhammed që u ka idhnun sabah, ka shku me fal namazin, u më vani që atë profeti që aty e ka pas shpin, që aty e ka pas xhamin. Edhe aj, dilke me fal namaz të vajgjuh, namaz të natës, jo namaz tarawi. Edhe ky fal një herë, bal, 2 të natë, 3 të natë, mande vjen Omeri, thot, qa po faleni ju, njani kështu, njani ashtu, edhe thot, hajde bo një gjemat, bonu me imam, nisën krejt mu mledh këtu te profeti, nisën mu mledh. Mandej profeti kur qohët mëngjes i dhnushëm në shok të vetët, aja kum bo unë obligim juve, as ko shë mundun e me thonë, hajde një namazin na file pe falim me imam. Nuk falet, dreka i ka 4 reqat sënnet, 4 farz, 2 sën sënnet. Kur shkojnë xhami, 4 reqat sënnetet, i falim veç, farzët vetëm me imam. E ka u bota shtaravia, që është mustehab, që është, hajde, nafile pe themi, ka po nafilet nuk falen me imam. Prandaj, kjo është një risi, bile risi në gabuar, por nas kemi qa me bo. Risi, Imam Maliku thot, pse Malikit nuk i lidhin durt, as këtu, nuk i lidhin durt. Pse? Imam Maliku thot, jo këmore, nuk ka as një evidencim të hadithit që duhet mi lidh durt qëtu, ose nër kërthiz, si Hanefi. Po, Malikit, sunni, une kum pa vet një rak, edhe shia, edhe sunni, edhe kret, që aty bashk, u falshin. Njani u fal kështu, njani durt, une thash mësa shia, se edhe shia ti ju bëjnë durt drejt për trupi, jo, a ishte Maliki. Themelusi i medhebit Maliki, a i thot nuk ka referencë, mos e lidh një durt, sot nuk e lidhin durt, nga na erdh kjo, që unë po ta tregoj, kjo është risia e Omerit. Erdhën një grup prej persianëve, robër të luftës, a ku ta di unë se i ka sundu Omeri, ka kthy në islam persianët. Erdhën persianët aty, edhe arabt para atyve, edhe ata fillun Omerit kështu mjo për ull. Disa këtu, gratë ma poshtë, edhe Omeri tha, pse tha ju këto pe boni? Tha, po këto pe bojmë, tha se na njerëzive që janë ma të mdhej se na udhëhecëve tanë, na kështu i besojmë, ata s'kanë qenë besimtar, na kështu i për ulemi. Aha, thot, ko ka sandi mirë kjo. Omeri e futi lidhjen e durve namaz. Vërtetojeni, këqyrni në librat e juja, dhe më thënë, ky o bo një bidat, një risi, që Omeri tha, aha, masi që shtu ju pi respektoni, zotnat e juj, tash ko ka kjo mirë, hajde edhe na të unifikohemi. O zotni, ata që shpo unifikohesh ti me t'jahudit, me krishtert, me pabesimtart, pra që kjo është risi, që Omeri e ka qitë këtë risin mi lidh durt, me i hap komt edhe me thonë amin. Velet dalin, elhamdulillahi rabbil alamin, ku shkojmë të poshtë, shkon se bateria për shkon, velet dalin. Që do me thonë, velet dalin, amin nuk ka. Nuk ka amin. Më falni, ama nuk ka. Te shijat për shembull, nëse thu amin, namazi prishet. Unë jam studiuese. Veç faks. Unë jam studiuese e sekteve mbrenda islamit, se qita që aty në rrymë. Dikush tjetër për lyp me hy. Sigur tashte Imam Ridda, ka thënë ashtu, kush viziton varrezat tona është bere
detyra xheneti. Kush shkon te vorreza, dëgjoj mirë. Hadithi burimi o janë akbal al-ridda. Vëllimi 2 fasha 236. Qëre që ka fol? Kush viziton varreza tona i ka bere detyrë xheneti, edhe kush falet për vorrezat. Ma bre motër për zotin, unë për këtë unë hina me fol, me bo pyetje rreth. Kush falet, lexoj ma mirë. Kush falet çka? Që. Kush viziton Ato e kuptova dytën. Varrezat tona i është bere detyrë xheneti. Çka do të thënë kjo? Super. Që, po ta jap hadithin tjetër. Profeti thot, shkon me vorros një njeri, edhe i thot xhamatit aty. Thot, shikoni, thot, kush vjen me vizitu varrezat, thjeshta, e lene mo timamve, e lene mo varrezën e pejgamberit, me shkun Mekën Medinë. Thot, thjeshtat, varrezat e thjeshta, kush shkon me vizitu, thot e keni obligim s'paku një herë në muj. Një djalë thot, ja Resulallah, thot, unë s'kom kërkon të vdekun. Pa marrë parasysh, thot, ti duhet me ardhë, sa të vdekur ka aty, qaq keni me pas shpërblime prej Allahut, plus, ku shkon me vizitu të vdekurin e vetë, ati kam ja lesu zoti vujtjet, kam ja largu mallin. Ky është hadithi sahih, e tash është malli jem për me shku të profeti Muhammed. Sepse unë ato e besoj si profeti Zotit. Malli jem është me shku të Imam Alia. Sepse Imam Ali ne ka pas Allah. Te Imam Hyseni që ka dhonë jetën e vetë, ka dhonë familjen, ka dhonë pasunin e vetë. Çka ka të keqe? Në qofë se e meritojnë xhenetin. I bale motër, për zotin, dëgjoj. A duhet na me shku të vorri profeti sallallahu alaihi wasallam, mu ju lut profetit apo zotit? Çka mendon? Kurse si profetit, unë jam shkon të profeti Muhammed, jam shkon të Imam Alia, të Fatimja ajo se ka. Jam shkon të Imam Hyseni, jam është ndryshe. Ja Resulallah, ku mardh me 100 kilometra larg. Ja Resulallah, ku mardh të pran varrit tënd. Ja Resulallah, ti më ke thonë që kur shkonin qabe, mos u ktheni në për shtëpia, pa ardh me më vizitu mu. Prandaj, edhe unë, ja Resulallah, ku marrë ty me të vizitu, ja Resulallah, kërkoj falje, nëse une nuk po mundi me punu në këtë rrugën tënde, në këtë rrugë të Allahut, që kjo është lutja, kërkoj falje, ja Resulallah, une jam shumë e dopt, une kam të mia janë shumë të lota për me punu në misionin tënd. Prandaj, të lutem o Allah, pranoje këto lutjet e mia, pranoje që profeti Muhammed e të bon shefaat për mi, shpirtin tem të dobët. Kaq, në pejgamberit, kërkush nuk ka budal me ju lut pejgamberit, ose Ali, Hasanit, ose Hysejnit, ose një shehit në përteqe. Jo. Iqbal motre, kam një pyetje rreth Zotit, Allahu subhanahu wa taala. Lavdi qoftë ati. Vetëm që to, se jonë të prit më falë tjetër. E kuptova, mirë. Vetëm që to me tregu që kërkush nuk i lutët as që tu në Kosovë që janë ato teqet e shelerave, kërkush nuk i lutët njerit vdekëm. Po, o kon një shehi mirë, një djetari madhë, sa o kon gjallë, më ka një mu, ma ka dha nëj dinar, jom kon fukara, jom kon një pa udhëzum, ma ka udhëzum, ma ka mësu një ziqër, ma ka mësu një dobë, e tash unë shkoj të aj shehi dhe vorri ti me vizitu. Jo me thonë o zoti jem, o shehi jem, o zoti jem. Ka që ishte se janë të prit, kuku, 9 veta.